mora gati 7.000 euro, lovrova një kredi, edhe tyra, për ata të kam thënë që të hapin një firmë, që të fillojnë punë dhe do i shkruajmë shumë shpejt. Diku tek 19-20.000 euro. Për çdo gjë ishte me lekët e mia, s'ka vënë kohë kur leku. Unë i besoj. Unë s'kishim qonë në orët e të një. Shikoj të krevati këti si ishte. Unë prita të binde. Në telefoni dhe se di se ku ishte. Atere, basi bindi telefonin, unë kuptova lojë. Unë jam për të martën, të premten, kam pësuar arrest kardiak. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Uroj dhe shpresoj të gjithë ju që jeni duke më ndjekur në këto momente të mos jeni prekur nga virozat e janarit. Ishin shumë të këqija. Zura krevatin për disa ditë, por fal Zotit, sot jam më mirë, më shumë energji kam për të qenë me ju live. Mos e bëni siç e bëra unë që nëse jam mirë, nëse nuk kam gjë, dhe zura krevatin dhe mora antibiotik, kështu që kujdesuni për veten. Mirë, do t'jemi sot bashkë live për disa minuta, do të shkojmë në një fshat të Shqipërisë, do të lidhemi me një 60 vjeçar, ai quhet Ndriçim Kullolli, i cili do të rrëfej një skem mashtrimi nga miku i tij më i ngushtë, një 40 vjeçar nga Tirana. I premtoj se do hapni të dy së bashku një biznes, një firmë tërtimi në Slovaki, por 40 vjeçari nga Tirana e mashtroi duke i marrë të gjitha parat dhe e braktisi një natë në një hotel në Slovaki. Por çfarë ka ndodhur në gjithë këtë histori do të jetë vetë Ndriçimi, i cili do ta denoncojë dhe do ta rrëfej me detaje. Kështu që hap gitaren dhe e përshëndes menjëherë. Ndriçim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Në fakt më ke dërguar shumë mesazhe dhe kërkon që ditën e sotme të bësh një denoncim. Po. Çfarë ka ndodhur? Mund të ma tregosh? Denoncimi është i lidhur me një mashtrim të paramenduar mirë, që është në fillim. Personi në fjalë quhet Dedar Vladimir Borimi, banues në Tiranë Lagjet Alidemi, se nuk më kujtohet mirë adresa, e saktë i kam qenë disa herë në shtëpi. Jo, jam njohur me të në punë në Gjermani. Punoj siç punoj në Zez me tramujosh. Ka punuar 2 muaj dhe aty krijova bindje se ishte njëri i rregullt, kishte dyshuar, se patur disa peripeci në jetën e tij, por shikoj që ishte standard. Edhe kur merrte ndoj lekë, kthente edhe çdo gjë e tante. Normalisht. Në vitin 2022 punoj rreth 2 muaj bashkë. Kthehemi në Shqipëri, sa ishte periudhë kohore. 2023 në shkollë dhe takohemi prapë. Punojmë 1 muaj dhe në diku në fundi i augustit. Një punë aty, nuk nga kapi në punë, në rrugë, nga kapi policia gjermane, nga qojnë në pikën e policisë, edhe nga hapin dhe e lojtimi. Për para me profesorën fjalë, se s'bua t'i përbenda srema, më pati thënë që kishte dëshirë të hapte një firmë slovake me drejt pune në Europë. E besova sepse kur kthehemi, se unë vendosa të kthehesha, vetë mosha, nuk ma bëndi që të largohesha në vrap nga puna etike në përtej, thashë që do kthehem dhe në datën 21, mos gaboj, ditë herën ka qenë kthehemi. Por ai tha unë do shkoj në Bratislava dhe aty më kërkon 500 euro. Më kërkon pra 500 euro aty ja jap, sipas asatyre fjalëve që kishte thënë ai, edhe unë vi në Shqipëri me autobus, ndërsa ai më thotë që do iki për Bratislava. Në këtë kohë mbajmë lidhjet me WhatsApp, bisedojmë si vetë si s'vetë. Vjen dhe ai në Shqipëri moment, dërgon atë letrën që na e policia gjermane, dërgon në ambasadë, sipas rregullave, unë thash nuk shkoj më atë Gjermani pa letër, as me vend në pa letër. Ndërkohë thotë unë e kam hapur firmën, kam bërë po procedura, po kam nevojë për lek. Qëse ashtu thotë, na gjena njëri që punoj me ne dhe procedurat
po fillojnë me na duhen për person 1200 euro. Gjej dy shokë të mi, të bënojnë të tim bashkë. Edhe në datën 14 nëntor, pas bisedave që nga, 14 nëntor, 2023, vetë nisëm nga Turku për në Shqipëria, për në Bratislava. Pas peripecive të shumëta, takojmë në datën 15, ta mbërrim në Bratislava, takojmë dhe morëm me vete edhe ato pagesat, morë gati 7.000 euro, luvrova një kredi. Pra, që ta kuptojmë qartë, ndryqim, të lutem, më lejo të bëj dhe pyetje që ta kuptoj dhe unë qartë historinë. Ky person me emrin Bledar të ka mashtruar, ti e ke njohur në emigracion dhe ai të ka kërkuar disa para borxh, ti ke marrë kredi për shokun tënd. Po, jo vetëm kredi, po edhe borxh tyra, për ata duke thënë që të hapin një firmë, që të fillojnë punë dhe të shkruajmë shumë shpejt. Ju do bëheshit të dy bashkëpronar të kësaj firme. Po këta e pati premtuar për gjitha letrat që i kam me ty unë, se ta kisha vazhdoj historinë edhe të japë edhe shpjegimet, historinë, në sanatillën, edhe pasive në Slovaki na thot që jo nesër dhe pas nesër të bëjmë ato analizat e do vejnë policit paraqiten një marim leje. Për qëndruar, leje qëndrimi në Slovaki qyveta. Rrim 3-4 ditë dhe 5, njërë nga të shosë dhe mi tha, s'po rrjet, nuk shtujet gjithë ditën në Kostelta, qa po bërën ty. I tëmë si ta bëjmë, të rrim mos të rrim. I kam dhënë në Slovaki 3.600 euro, për 3 veta që ishimit, plus 1.000 euro mi kërkoj plus. Ban 4.600, plus 500 që i mori në Frankfurt, 5.100. Dhe më thënë, dhe e atë. Dhe ishtë shpenzimet, rruga, makina, vajt e ardhë. Kthehemi, si po vendim, kthehemi në Shqipëri. Ne kthehemi, më vonë marrë vesh, në data diku në data 14 nisëm në 19 në zera ke mbritur në Shqipëri. Më vonë marrë vesh në datën 20, ai ka depozituar në një llogari bankare në Bratislav, një VU bank është i kam këtu letrat. Po. Edhe do ta themum si ka ngelur letrat. Se kjo është që më jep mua atë avantazhin që ai se ka menduar kështu. Edhe shikoj që datën 20 nëntor, si vlerëgoj ne kam depozituar në bank 5.800 euro. Është deklaruar me letrën e kështu, në emrin e vet. Letrat janë në dorën time, sa zvjet i kërkoj thotë se edhe vetë. Më vonë e marrë vesh. Të e marrë vesh mbas janarit, basi kam bërë dhe ndërhyrje në zemër edhe gjithë. Kthehet në Shqipëri në fillim të dhjetorit. Takohemi si janë e këtej, thot, do më duhen, se kam bërë shpenzimi e pagesat, do më duhen edhe gati 10.000 euro t'i kemi, sepse në duhen për të blerë makinë, për lëvizje tonën, në emrin tonë, na duhet të paguajmë qeran për 2 muaj, një shtëpi dhe në qëndrimi, edhe lek për tjetuar. E thashun, duhet na dalin sa mund duhet. Tha, te 1 vjeqen do na bëj punë. Më thënë, gjatë kësaj periudhe në fund të vjetorit, që më kërkon, në data 20-23, më thotë, do më duhen edhe ca para tani për momentin se s'kam. Sa duhem, më thotë, më 350 euro, një aftushme, janë sa për këtu, pas taj lartë. Që ose do i bëjmë ato vëbrimet lartë, s'duhet ta gjëmë të. Se dhe unë nuk isha gjëmë, me sakrifisë, me gjëra kështu me kredi. Kisha gjëri një 6.000 euro. Një 6.000 për parët, kisha 5.000 euro. I dhe apë këti, edhe gjej edhe 5.000 të tjera i marë borç. I marë borç, se më thotë, datën 15, 13 ose 15, do nisëmi të 400 që jemi, unë veti 3 dhe i 4, para veti 3 të që, do nisëmi për Bratislava, bëjmë letrat, fillojmë punë. Por, të të bëj një pyetje ndryqim, firma që po hapnit në Slovaki, çfarë firme ishte? Me ndërtimin, me ndërtimin. Por, firmë
si quhet e dorës dytë firmë e thjesht me grup pune, si quhet. Po qartë, një grup pune që merresh me ndërtime, por deri në atë moment që ti po jepje para, nuk ishe kuptuar asgjë që ky person po të mashtronte? Jo, nuk e kisha marrë vesh, sepse se pata njohur se pata njohur. Erdhi puna e gjithë historia. Shkojmë në datën, domethënë një ditë para, më merr në telefon para vitit 30, thotë, do të nisem një herë, thotë, do nisem në 3 janar. Po. Ato që una do vim mrapa, thotë, ne do bëjmë këto veprime. Do sqarojmë. Po i thash, po zyra hapë në 7-8 thash. Tha do vemi, do bëjmë dhe ne do kam biseduar tha telefon për të bërë një kontrata të dytësore që në ato punëve, i ka si për marrë, si ka marrë dhe për vajtë në Gjermani dhe më tregon një për në Hamburg dhe një në Frankfurt dhe një tjetër ishte në Duisburg, një tjesë Duisburgut edhe aty në zonën e Bavarisë. Nisëm në datën 3 marë, e me vete kam të faktuar sepse në policën e sigurimit që preva për makinën, është dhe me rizotrisë. Për më thonë, a i tani thot që nuk njohë, po primet janë të atila që a i ngejtë. Nisëm në datën 3, arrim në darkë, vonë arrim në Bratislava, futemi një kostel, gjithmonë me surimi që do stagjonim, në hotele, në kostela. E qartë, mos shpenzonit para, e kuptoj. Po, atë qëndrojmë, në datë 4 qëndrojmë aty. I them, ku është personi që? Thotë, nuk ka ardhur akoma se ka dalë një problem nga sepse ky sikur bashkëpunonte me një serb, kështu më u serviu. Një serb që punon këtu dhe ka shokë të vetë, rregull thash. Prit datën 4, datën 5, datën 6 do bëj një rrugë për Hamburg, sepse janë ca shqiptarë tot, ti takojmë ato atje, edhe vazhdojmë. Ndërkohë, kemi dalë, kemi tonte të blindej makinë, pa ato ti ishin ditë pas vitit 3 dhe nuk kishen filluar mirë punë, se që kishë shikon të internet për bej makinë. Sa për punëtorët, 6 vance, shikoni që me të këto gjëra. Jemi nisur në datën 7 janar, nisur në makinën, shkojmë, i vjem nga Bratislava në Prag, kalojmë nga Praga në Berlin, dalim nga Berlini në Hamburg. Ishte një prapa atje një kostel, zonë të lira, por sa to shpenzimet ishte ndarë, vetëm karburanti edhe pagesat. Një tjetër. Dhe, ditën tjetër, radhe bërë rrugës, u blokon dhe rrugët tjele, po shikyu, me makinë tjetër, po që më zorri tutje. Në Berlin, në Hamburg, dhe me takojmë ditën tjetër, në mëngjes, flasëm ato, takojmë 2 shqiptarët, që kishin këto dhenjën e punëve. Që si më prezentuan, tani më brapa, se marrë vesh të bëdhën mirë, a ka qenë strukturë organizuar, ky i bënd të vetë këto që futësë dhe ato në mashtrim, se shikon të tendenci që të rishte lek atyre para dhënë, në biseda. Nga Berlini, këthejemi, gjithë të bëdhën, bëjmë atë bisedën dhe nisëm në darkë. Zë një kostel tjetër në zonën e Frankfurtit, nuk përshpun është një qytet po kultohet tani, është një vogël gjatë të kishim qenë, no? Edhe nisëm i shkojmë aty në darkë, gati 500-600 kilometra, kthehemi, futemi, rrim aty, edhe thotë, do vem të takojmë atë, se më thoshte kam një kosovar, kam një shqiptar tjetër që kam punë, do t'i bisedojmë, dhe është, ku do vemi thash, kur ishim për Frankfurtit, nuk është asë 10 kilometra nga Frankfurtit. Edhe, ditën tjetër, jemi njësë që i vajtë, që i takojmë një shqiptar që se një rekonstruksion shtëpije, edhe më rejnë përëm, që a i që ishte si i pari, më dhënë 7-8, në datën 8. Edhe, këthejemi
vonë, duke u kthyer nga Bavaria për në Austri, pa hyrë në zonë Austrisë, vinte borë dhe gjithë makinat e ecën shpejt, për arsye që mos të ngrinte bora dhe krijonte kështu. Më ndalon policia gjermane, e bën kontrollin e gjithë, rregull, i hap këto letrat e shtëpit. Dhe siç ishin kështu, nga kontrollin ishin, isha zërë, dhe sa ka me paka në ishte që di, në ato policat e Gjermanisë, asgjë, në rregull, po pashi këto letrat i hudën mrapa. Në ndetëm jashtë pak, se pita dhe po, ato kontrolluar gjikët. Vazhdo, u këthëm natë jemi këthyrë në Bratislav. Po, në Slovaki. Me një hotel, Patation hotel, Kostel ishte dhe, qendër, po thuj sa për qendrës Bratislavës. Ditën tjetër i thëmë, në ngelën këto leket me vete, po të futim ca lek në bank, se dhja që kishte në bankë. Se pa të thënë që kam do të japë dhe një kartë bankës. Futim lekët në bankë, pa të pradhon nga bimë se tip neglijense duke besuar në shumë, edhe si mora kartat i merë dhe telefonin me vete, se lekët ishin pjetë, si s'kishtë a i kokër lekës e kishtë. Pra, le të themi që ai po bënte një biznes me paratë tua. Qëndrojnë. Po, çdo gjë ishte me lekët e mia, s'ka vënë kokër lekë. Unë i besoj. Qëndrojnë, kthehemi në datën, do të datën 9 të mbyllur. Pasi jam i kthyer, datën 9 kemi mbyllur ato shumë tek kjo 6.000 euro, më thënë, edhe 5.450 i ishin përvena për para, u bën 11.500, 1.450. Plus shpenzimet e rrugës e gjitha, qa kemi parë, ka qenë të mjetë. Dëqim, të lutem, të bëj një pyetje? Sigura që ta shpënderi unë, do të treguar hollësit, sepse hollësit kanë rëndësi. Vim në datën 13. Në më thënë aty, a i bëndë ca gjëra kështu, takoheshim, se ashtu ishim në të kostel, kemi shumë vete më në dhomë, ambjetet bashka, tualetet, dusheve. E shikoj aty ambjeti kur rinde, shikoj kishe marrë një fytyrë, të rëshuar komplet s'kiri. Të shtu në më thotë më në dolaj e ropat, po aty hilja ishte sepse unë çantën e linja në makinë, pra. E kishë paguar atë parkimin e makinës brenda kostel. Kurse ai e mori si unë mos më hilja. Të shtunën bën rrobat, atove ne ngrihesim që të hanëm pa të thënë që do shkojmë, shkojmë datën 15 janar. Vete, të shtunën, rrim bashkë, të shtunën në gjithë, kur qojmë unë, qojmë si zakonisht, që s'kim që bëftoti ishte si i beri atje, unë s'kishim qojmë në orët e të një. Shikoj të krevati këti si ishte, ande i këtej, edhe i shkruaj disa herë, më thotë letrat janë prishën. Mirë do të hajde. I them, hajde këtheu, që do bëjë? Më thotë nesër për Shqipëri. Dhe pasi ka shkrujtë në pesëm në kamu në WhatsApp-in dhe sot e kësaj dite, unë prita të binde, se kjo biset që në ora 5-6, më vonë. Atere, basi bindi telefonin, unë kuptova lojë. Bindi telefonin dhe se di se ku ishte. Pra, a i të braktisi dhe të la në hotel? Kurse, më ashtu që u binda u këtësisht, për se pritur, ishte në momenti ku ndërruan në tek recepcioni, ndërruan recepcionistë se i thash një vajze, ta shikoj atë numrin e kasetës që vendos të gjërat, të kostelli. Vetëm ta shikoj, hape pak ta shikoj, është apo s'është çanta? Ajo nuk do të. I thash, njëfto policion, s'më duhet ta problemet i njëftohet i s'duhet vinë policion. Kështu e kishtë, në kostel mos vinë policia, sepse e mirë, e presët i. Vjen ndërrohen këto recepcionistët, ndërrohet të unë i në ora 11, i dhe një djali të ri, a i më me kështu
më e respektueshëm edhe më thotë në rregull. Merr Chelsea, e shikoj brenda unë që çanta nuk ishte, domethënë ai ishte larguar përfundimisht. Nervoziteti, gjithë ato që prisë, ata që nuk dolën. Edhe çfarë bëri ditën tjetër? Thjesht në ora 10 kam pritur mos po duke, deri në ora 10 hanën, se ka të dielën mëngjes kam pak pa gjumë fare, ta natën vetëm kafe kam pirë se nuk përdor as alkool as gjë. Edhe në orën 10 jam nisur në Bratislava, kam marrë një makinë Shqipër. Në orën 2:30 natës. Kam marrë këtu, në data 15, datë 16 janar. Kaloj domethënë stres dhe shtje të gjitha. Ka qenë e premte, nuk unë jam pirë të martën të premten, kam pësuar arrest kardiak. Edhe sepse atë gjitha së tashin moment, kur hynë në kufirin në territorin e Shqipërisë, te telefoni im po binin telefonata të ndryshme. Ai mund të kishte bërë edhe klonin telefonit tim. Mendoj unë. Po unë nuk baj llogari në telefon asnjëherë për kështu. I dashur ndriçim. Telefona të ndryshme. Kthehem, bëj arrestin kardiak, vendos një unaz, do të qëndroj në spital, kthehem në shtëpi disa herë, pastaj diku e kapa sepse kishte një WhatsApp me një numër Slovakia, një WhatsApp e 2 numra Gjermanie. Diku e kapa me një shkruajta. Shkruajta gjatë, më detyrohesh kaq, që domethënë gati 14 edhe 5.800.900 shkojnë ato që të paguën në bank, plus shpenzimet e rrugës edhe shkojnë një derë e madhe. Do vi, do flasim kështu. Ndërkohë, pas e marrës, pas mezi marsit, një them një oritim për një pisë punë në Greqi. I dashur ndriçim, ky person që ti i besove verbërisht, i dhe të gjitha parat, të braktisi një mëngjes në hotelin ku ishit në Slovaki. Ai iku të fiku telefonat dhe ti ngele i vetëm dhe u ktheve në Shqipëri. Shuma e parave shkonte diku te 20.000 euro, që ai të kishte marrë në total, përafërsisht. Totali, mos të rëndojmë, totali i parave neto është te 14.000 euro. Po, 14. Kurse ato që duhet paguaj, te vetia janë 50 ca, duke ta 4.800, 50 ca, diku tek 19-20.000 euro. E qartë, me gjithë kredin që ti ke marrë, gjithë me shpresën që besohet e ky person se do hapni bashkë një biznes në Slovaki, po ky person të shëtiti, të mori të gjitha parat dhe të la në hotel të braktisi. Ti u ktheve në Shqipëri, nga stresi pësove probleme me zemrën tënde, ju nënshtrove një operacioni, falë Zotit, sot je mirë. Çfarë ndodhi më pas? Ti vendose ta gjeje, ta kërkoje, ta denoncoje dhe ti kërkoje parat? Kam gjetur sepse, falë Zotit, kur na bërin kontrollin, tash policia gjermane ka kontrolluar diku midis Austrisë dhe Gjermanisë. Pas aty ato letra që kishte në dosje, ky i hodhi. Ky kur ka marrë dosje, nuk ka parë se këto letra ka qenë posediljeve. Ke parasysh? Po. Është sediljeve të para. Edhe unë ku kthehem në Shqipëri dhe vetë pastroj makinën, se s'kisha asgjë. Shikoj unë letrat. Pritash aty, adresa e saktë, gjitha këto dhe veprimet kishte bërë në bank e gjitha gjithë. Pra, letra që ai i harroi mbrapa makinës tuaj, ti i gjete dhe aty kuptove çfarë kishte ndodhur. Po. Po. Çfarë ndodhi më pas? Më pas kam vajtur tek shtëpia. Kam vajtur një 5 herë. Më fal që të pyes, ky person ishte nga Tirana, më the, sa vjeç ishte ndriçim? Është tek 40 vjetët. 40, më i vogël se ju. Po. Po, i vajtet e shtëpia, i trokite dhe kush të përgjigj? Në fillim, kam vajtur vetëm, se ka treguar bile edhe njerëzve të shtëpisë,
nuk janë treguar, ka dalë një grua, ajo ishte bashkëtuesja se ka një djalë. Ky ka qenë një i martuar, është darë, kurse këtë bashkëtuese tani ka një fëmijë, atë fëmijën e kam parë sepse ka ardhur me fëmijën e vet këtu afër ku banoj. I them kështu, filloi të qante. Ajo. I tash, të lutem shumë, këtë ka bërë, po jo nuk e besoj se i ka bërë këtë. I ka bërë tash dhe po ta them, thuaj që e di se si i kam gjetur, si i kam marrë, se jam borç. Çunave që më premtova se jam tip që nuk fjalën që jap, duhet ta mbaj. Çunave do ju kthehesh. Ati tjetër i kam borx, kam edhe kredi për të paguar. Kështu i bie që nuk jo parat e mia sa mund të isha 4-5 euro që kanë qenë të bia, ata kam mundur, sepse ashtu i kam patur problemet ashtu. Po më ka marrë edhe këto që më detyroi. Edhe nisëm prandaj zorat e ditën e punës për të punuar në Greqi. Punoj aty, sa herë kam ardhur, e kam kërkuar. Bile, dikush më tha që është në Shqipëri kohë të fundit. Edhe ma e marrë nisë, ishte sepse 2 herë ka takuar, dilë të motra, ti ku përdon, dilë motra. Po? I them tuj, nanës tuj, se gjate nuk e ka. E shoh që herën e parë dhe herën e parafundit, ka dalë shoh që herën e parë, herën e fundit pra, ai do tha mua tha që nuk ju njeh ju. Tashun, në rregull, nuk u njeh, të dalit të më takoj, ku është, jep adresë, jep për telefoni, gjitha. Jo i them unë, jep adresën kurri, ku është mu i telefoni, ka vaj disa e të shpia të jatë afër, nuk e shikoj, për di ku është të Tiranë. Edhe vete në polici me këto letra, me këto gjëra, më hyrë sipër aty, për të marrë deklarat në ta, i përështoj, të me mërgjën si shpo flasin bashkë. Ishte i djaliri. Edhe bë gati ta registrante, dërë tjera të të mua, dhe thot, ky personi, ky dhe tel nuk figuron thot se ka bërë këto lëvizje në sistem. Po. Ky person. Po. Nga verifikimet e sistemit TIMS. Nuk u figuron se ka bërë këto lëvizje. Edhe atëre merr dhe dikën telefon dhe thot mos e regjistro si kallëzim tot, sepse a ka ndodhur jashtë vendit. Dhe nuk e mori përsëri. Ka ndodhur në Slovaki. Po gjitha veprimet janë bërë këtu, nuk janë bërë në Slovaki. Në Slovaki ka ndodhur fundit. Është i procesi gjatë mashtrimi, nuk është gënjeshtër e momentit. Por ti je shtetas shqiptar dhe policia shqiptare du ta kishte marrë denoncimin. Nuk e pranoj, i u thash, bile në atë ditë që të i në dëvëzuar së vetë, që i kam thënë, ma jep me shkrim që u paraqita, edhe nuk pranoj denoncimi jot, ma jep me shkrim, se nuk isha kose do, i ka dhe një, që do kreshe, ma jep me shkrim, që denoncimi jot nuk pranohet. Po. So, atje më i regjistruar gjithë. Bile basi nga i çuni ta kaq në të shoqëroj pas kam çfarë. Del aty te recepcionistin që punonte, te pritja te drejtoria e policisë Tiranë, se hynte tek primi të rrugës. I them, si ka mundësi të veproni këtë mënyrë që na lidhi në duart e vetë gjyqësisë? Bëj vetë gjyqësi tani. Po kërkoj një ndihmë nga ju. Të bëj vetë gjyqësi unë tani. Si? Shkatëroj jetën e familjes së tij sepse ju jeni ata që me taksat tona paguani. Përse nuk e di? Regjistroje. Kam fakte, ai letet kur ballet me mua. E qartë, ndriçime, e kuptoj që ti je drejtuar uniformave blu për të bërë një denoncim që miku jot të mashtroi dhe policia nuk ta mori përsipër denoncimin, duke menduar që ngjarja është zhvilluar në Slovaki. E kuptova qartë, por dua të pyes, ti humbe kontaktet me këtë zotëri, me këtë 40 vjeçar nga Tirana që të mashtroi, nga momenti që ju drejtove policisë që shorin e vitit kaluar dhe deri më sot, nuk e mundur do të lidhesh sepse ai të ka mohuar, i ka thënë gruas që unë nuk e njoh fare këtë person. Jo, nuk e ka thënë gruas, gruaja e tij më ka thënë mua. Po kujt i kishte thënë që nuk e njoh fare këtë person për ju? Po pra, gruaja e tij më tha mua, Bledi më ka thënë mua që nuk të njeh ty. Unë i kam thënë,
mirë, nuk të njoh, Po. nuk më njeh mua Bledi. Në rregull, le të dalin të më shikojnë sy. Se unë kam letra që Bledi ka qenë me mua. Se kam siguracion e makinës e kam prerë, e kam me 2 emu, 3 atë siguracionin të vajtëm në Gjermani. Si së bje ka mua? E qartë, ti e vërteton. Çka dashur? Letrat e Bledit shtua në makinën time, unë e faktoja gati dhe ta marr. Ku kemi qëndruar? Në 2 pika në Bratislav vete, i hiti makinës dhe gjetë vërtetën. S'ka nevojë Bledi të më thotë njoh se njoh. E kuptoj. A më ka dhënë jo me vetëm duart e tia kontratën që është firmosur, na ka dhënë një kontratë pune gjasme, e firmosur, ka bërë ca letra sikur ka një firmë. Ato janë letra që janë këtu. e kuptoj. Pra I ka ti mund. disponon dokumenta që e Ka vërteton. shkruar emrin e vet, ka edhe firmën. Këto janë fakte, janë kokforta. E qartë. Nuk e kam shkruar unë ato. E qartë. Janë ato nuk më mbas. E kuptoj qartë, pra nëpërmjet këtyre dokumentave ti e vërteton që ke pasur kontakte me këtë zotëri, me këtë 40 vjeçar, i cili të ka mashtruar dhe të ka marrë këto para. Ndryqim, unë dua të Janë pyes. gjurmët e kontakteve, se kontaktet ai mund t'i fshejnë, po ai ka lënë gjurmë që janë të shprehura, të shkruara me dorën e tij. E kuptoj. Unë dua të të pyes Nuk Ndryqim. i kam bërë unë të sajoj unë gjitha këto, edhe të ashtu. Nuk bëj edhe unë edhe arresti kardiak timit që Bledit më shpallës majtor në jetën tim. Këto nuk ka mundësi që këto të ndodhin. Ndryqim, dua të Por them, ai nuk them Po. diçka. Unë e kuptoj që të dhëmb kjo që të ka ndodhur, të mashtrohesh, të marrin parat, t'ju besosh njerëzve verbërisht dhe të zhgënjesh, unë e kuptoj ç'a dhimbje është. Por primar është shëndeti dhe për ty primar është shëndeti jot. E kuptoj që shëndeti po shëndeti është për faleminderit për ata. Shëndeti gjetër nuk e dim ne, na e ka bërë dhurat tjetër kush. Ato Por dhe ne veprime duhet që jemi të bëjmë, kujdesshëm. dhe janë përgjithësia jonë, ato janë tjetër gjë. E qartë, jo, ta them këtë që shëndeti është kryesori, sepse gjitha i stres që ke kaluar, të ka dhënë pasoja në zemër dhe ti me njerë sa i e kthyer nga Slovakia ke përfunduar në spital. E kuptoj që je i lënduar, por kujdesu për veten, është shumë e rëndësishme. Ne jemi të dy sot, po e denoncojmë këtu live me Odetën, të gjithë të ngjarje, më vjen shumë keq Ndryqim për këtë që të ka ndodhur. Dua të them nuk je as i pari, as i fundit shqiptar që mashtrohesh në formën më të shëmtuar të mundshme. Duke të vjedhur, duke grabitur parat në formën që nuk e di se si munden këta njerëz sa arrin t'i bëjnë këto gjëra, por dua të bëj një pyetje Ndryqim. Në telefonatën e fundit, çfarë të tha ky person? Momenti që iku nga hoteli dhe të braktisi. Çfarë të tha? Nuk e ka hapur telefon, vetëm me të shkruajtur. Dhe unë prandaj nuk i kam fshirë, janë të shkruara këtu. A mund të I mi kam thuash thënë, ato këto nuk e ke mesazhe? disur bashkë, nuk u bë firma, në rregull, hajde tek unë, po mos më merr mua dhe edhe 6.000 euroshin që ta mbyllën në bankë e morën me vete. Mirë su po firma, edhe 6.000 euroshin në fare ta marrësh atë gjikush. Edhe kjo prandaj më bindi që është komplet, është mashtrim. Pra, përpara se ai të thoshte që firma nuk u bë dhe të braktisi, ti vetëm disa ditë përpara i kishe mbyllur dhe 6.000 euro në bank. Po, në datën 9 janar, a i ka ikur, domethënë në datën 14, në qoftë se zgaboj tani se po të shikoj aty, ka ik ditën e diel në mëngjes. Kemi kthyer nga Berlin, Frankfurt, kemi ardhur. Edhe ditën tjetër i kem mbyllur. Kam bërë gjithë ato rrugë në makinë për mashtruesit. Ndryqim, ai në mesazhin e fundit të tha firma nuk u bë, tjetër gjë të shkruaj ti? I thashur si do bëhet për parat. Nesër në Shqipëri. Nesër në Shqipëri kaq ka shkruar. Dhe nga ai moment ti sulide do të më me këtë person. Jo me të folur, me të shkruajtur, një ka ashtu. Me mesazhe. Se janë gjurmët nga telefonika. E qartë, ndërkohë familjarët e tij përveç bashkëtuesës së tij nuk e takuar persona të tjerë. Jo. Është një motra e tij, nuk e di se është aty, që 2 herë kam ata, 2 herë ka dalë e shoqja, një herë ka rastisur një djalë i vogël, më shkoj në 14-15 vjet. Të më shumë ka dalë që e motra, ato nënën doja të takoja një, po nuk paraqitet, i lash herën e fundin në telefoni,
që të më merrin telefon. Nuk më kanë marrë tani, prandaj thash e kam kohën e kufizuar. E kuptoj. Edhe këto janë gjithçka. Familja juaj si e ka pritur të gjithë këtë gjë që të ka ndodhur, se dhe ata janë të shqetësuar për ty. Se ta presin familjen. Kam mirë në Greqi, kam larë një pjesë, por s'po bëj të pjesën tjetër, të kishe larë edhe atë që më kanë ngel. Ato, nga që humbet, ato më kanë ndodhur gjërat të tjera, dhe më thënë me shëndetin, punë e gjithandej. Se stargohen gjitha, se i bajt qepin shumë ati mashtrusit, edhe. Pra, ti je detyruar të shkosh tani në emigracion në Greqi të punosh për të larë borxhet? Po, Edhe pse ke bërë një operacion, ke bërë një unaz në zemër. jam operuar në data 23-24 hanë, jam këthyër, dhe më thënë jam këthyër të marrë të mëgjes të hanë, jam futur në salë të të rinjë. E kuptoj. Bëja 3 ditë spital, në fund janari. Në fillim të prillit, kam marrë vizën, kam ikur jam në Greqi që po punoj. Në 3 muaj, me sforcët madhe, thash, do vdes nga puna, po hec puna madhe, se s'mund të mos nëzi faqen tim të pak. Kjo është e dhimbshme, ndryqim. Sinqerisht më vjen shumë keq. Është shumë e rëndë, e gjithë kjo që të ka ndodhur. Unë uroj dhe shpresoj që ky zotëri që ti denoncove ditën e sotme, edhe një herë emri dhe mbi emri të lutem? Ndryshim i imi, Jo. ndryshim kullovi. I personit. Bledar Vladimir Mburimi. Burimi? Burimi. Sa ashtu e ka shkruar aty. Unë e dija se kishte burimi, por kur e shikoj te letrat ishte Mburimi. Ky person me emrin Bledar Mburimi, nëse është duke na ndjekur, unë dua t'i bëj një mesazh ditën e sotme për t'i kthyer të gjithë aparat që i ka marrë këtij zotërie me emrin Ndriçim duke e mashtruar në Slovaki se do hapte një firmë, duke marrë të gjithë kursimet, e braktisi, e ka lënë dhe mbi të gjitha i gjithë ky stres ka ndikuar tashmë dhe në shëndetin e tij ku ai ka bërë një operacion. Ndërkohë, unë do t'i bëj thirrje edhe policisë për të marrë denoncimin, që çështja të shkojë në gjykat. Ti mund t'i drejtohesh edhe prokurorisë i dashur Ndriçim, të bësh një kallëzim për këtë person. Sepse ky është një mashtrim, ai të ka marrë paratë dhe mbi të gjitha dëmin që ka shkaktuar në shëndetin tënd. Vete dyfishi për këtë person. Po, Unë ta këshilloj. nuk po të unë dyfish. T'japin ato që më ka mashtru. Atë që ka bërë, ose të paktën, të dënohet. Të dënohet. Është një akt që nuk më kam bajtur shumë, më ka kushtuar shumë. Edhe te qetësia ime shpirtërore, edhe te shumë gjëra, nuk jam më ai që kam qenë. Të besoj. Ndriçim, kaq shumë i besove këtij 40 vjeçari sa i dhe gjithçka, edhe portofolin tënd. Po, vinë momentet që nuk e di. Unë s'para kam besuar shumë, për të ky pse besova nuk e di. Gjithë ai ka lënë shenja të dukshme në atë që ka bërë ndaj ne. Që për mua ka rëndësi. Ka lënë shenja të dukshme. Nëse ato s'pranohen si fakte, le mos pranohen. Për shkak që është unë i gabuar. Sa kohë u bë që të ke humbur çdo lloj kontakti me zotin Bledar? Që në datën 14 janar në mëngjes. Kontakt fizik. Janar 2023. 2024. 2024. I Po, bie para një viti. I bie afërsisht një vit që ti ke humbur çdo lloj kontakti. Po. Po. Nëse do ta kishe përballë Ndriçim, çfarë do i thoshe këtij personi? Është momenti Çfarë do i thosha unë? Live t'ja thuash të Po gjitha. t'ishte për të vepruar, më falni zonjë e nderuar, unë po t'ishte për të vepruar ndryshe, unë jo se si kam mundësi, jo se si ashtu, po nuk pranoj vetën time të merret me lum, pastroj lumin. E the shumë bukur. Nuk tu. As të vetë gjithësi ato, ashtu si që duan ato, ata ndoshta ato
policat duan dhe gjyqësinë, se pranojnë atë denoncimin tim. Po unë nuk dua që lumin ta laj në lum. Këta e ka drejtësia për të. Nëse faktet nuk janë plota të sakta, atë bëj një ballafaqim me mua. Kam dhe 2 tjerë që e njohin si surat personin. 2 tjerë që kanë ardhur me mua, e kemi takuar. Edhe që kemi paguar. Megjithatë atyre unë nuk jam pozitiv. Ja u kam dhënë gjithçka. Po se kam punuar. Po kam akoma. Unë dua që ditën e Vazhdo akoma paguaj një kredi që pa pikë vlerë, pa pikë gjashtë. Plus një 5.000 që kështu është gjithë problemi. I dashur ndërçim, dua që në këtë live ti përcjellësh një mesazh bledar mburimit. Jam i sigurt. Ai do ta ndjeki këtë video, do e njoftojnë dhe dua që ti përcjellësh një mesazh. Mendoje sikur ai po të dëgjon. Çfarë mesazhi ti përcjell? Nuk kam çfarë mesazhi ti përcjell, kur kam mbi 5 era 6 deri kam shkuar te shtëpia dhe nuk ka surratën takoj. Çfarë mesazhi ti jap atij person? Edhe person familjes së tij. Kur i kam thënë, më tako. Dhe kjo më ka nxjerr jashtë linjën gjashtë. Vërtimet e policisë që thonë nuk mund se quhen krim, çfarë quhen krimin dhe nuk e di. E kuptoj, ti thuaj nuk kam asnjë mesazh se i kam shkuar gjithë ato herë në shtëpi dhe ai s'ka fuqinë të përballet. Kam sakrifikuar familjen time që ai ishte në gjendje normale. Familjen time. Të besoj. I kam 2 fëmijë, të 3 fëmijë të vogël, është shkollë lart. I madhi ka marrë mjekësinë, goca ka marrë fëmijë, vazhdon bashkëron në pjesë në punë kam bërë. Nuk kam mashtroj njeri. Kam gruan e kam mësuese. Nuk e kam bërë me... Të besoj. Ke punuar me ndeshmëri gjithë jetën dhe normalisht vjen një moment që dikush të mashtron dhe të merr djersën e ballit, është gjëja më e rëndë që përjetojnë njerëzit. Kështu që veprimet janë. Por unë uroj dhe shpresoj që ky denonc kam çartë tema ti njëri. E kuptoj. Ndoshta mesazhi që duhet të përcjellim sot është që ky zotëri të ndërgjegjësohet dhe të kthej paratë që të ka marr, ose përndryshe ti do i drejtohesh prokurorisë dhe të bësh një kallëzim për këtë person, ti drejtohesh gjykatës më pas që ky person ta vendosi gjykata pastaj çfarë meriton, burg apo të dëmë shpërblej ty për gjithçka, edhe për shëndetin tënd që të solli pasoja të mëdha mashtrimi i tij. Kështu që ky person do t'i thrasi pak mendjes që gjërat mos të bëhen më të mëdhaja për të. Uroj dhe shpresoj të ndërgjegjësohet. Nëse unë do kem reagime, jam i sigurt që ai do më telefonoj, familjarët e tij do më telefonojnë pas çdo live-i ndriçim që unë bëj, emrat që denoncohen, emrat që përmenden, mua më marrin në telefon dhe më kërkojnë përballje. Nëse ai person do kërkojë një përballje me ju, ti je i gatshëm? Po si jam i gatshëm, unë atë kam kërkuar të takoj. Si jam unë i gatshëm të takoj. E besoj këtë gjë se ma ke thënë disa herë. E kam kohën e kufizuar se do të iki prap. Të punosh për të larë borxhet. Duhet të iki. Tam sot 59 të mbushë, po iki të 60, atë se kam zirë faqen deri tani me njëri. Dhe 100 vjeç u bëfsh. S'është ajo, e kemi dhurat nga Zoti jetën e, edhe durimin edhe gjithçka. Po e ka fjalën, nuk i kam borxh as atij as për kujt, për asgjë. Zoti Ndriçim, unë të uroj shëndet dhe jetë, të uroj që të marrësh paratë tua, do mbetemi bashkë të dy në kontakt dhe uroj që denoncimi që bëm sot të shërbej. Faleminderit. Të përshëndes nga Tirana. Përshëndetje, faleminderit për momentet që argjuat. Edhe tamam atë konsideratën, respektin që kisha ka shëruar vërteta, si gazetare investigative, edhe për më tepër je një person që sa të kam ndjekur gjithmonë ke thënë të vërtetën, edhe je ajo puna jote më ka, si të them, më ka bërë që të mendoj të flas njërë, të gjeta në Facebook, të dërgova kërkesën, edhe për të shprehur dhe
problemin tim, hallin tim, sepse njoh dhe shumë tjerë, por që s'dua thënë të gjitha këtu, janë në veprime të tjera. Falenderoj, Megjithatë, të falenderoj. Faleminderit edhe një herë për gjithçka ke realizuar. Për respektin për gjithçka. Unë mundohem që nëpërmjet këtyre live-eve zëri juaj të dëgjohet. Ky është i gjithë qëllimi. Mirë, të falenderoj ndriçim. Do mbetemi në kontakt bashk. Faleminderit. Mirupafshim. Edhe suksese në punën tuaj. Faleminderit. Kjo është historia e 6 vjeçarit me emrin Ndriçim të dashur miq, një histori e trisht, i cili kishte kaluar momente kaq të vështira në jetën e tij me këtë mashtrim nga miku i tij, duke i marrë djersën e ballit, duke i marrë të gjithë aparat, dhe kjo gjë kishte ndikuar në shëndetin e tij sa kishte përfunduar në spital dhe kishte bërë një ndërhyrje të vështirë në zemër, por fal Zotit, 6 vjeçari ishte mirë me shëndet dhe vazhdonte të punonte, të lante borxhet. Por unë dua ta mbyll me një mesazh ditën e sotme, pikërisht 40 vjeçari nga Tirana, bledar mburimi, nëse është duke na ndjekur, ti thrasti pak sa mendjes për këtë gjë që ka bërë, është e dënueshme, e gjithë kjo që ka bërë, ndaj të ndërgjegjësohet dhe t'i kthej parat ndriçimit. Në të kundërtën, do të jetë ndriçimi që i drejtohet prokurorisë për të bërë një kallëzim dhe të vendosë gjykata më pas për 40 vjeçarin. Dhe ma vjen keq që dita ditës shtohen denoncimet e shqiptarëve, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në diasporë, këto skema të ndyra mashtrimi duke u marrë miqve, shokëve parat dhe duke i lënë në mes katorrukëve. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, kjo dritare është hapur enkas që zëri juaj të dëgjohet, mos siguroni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku tashmë çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori fatkeqësisht të trishta shqiptare. Mirupafshim dhe takohemi nesër.